Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MG 40 vjeç, banues në fshatin Grudere, pasi në një automjet në pronësi të tij u konstatuan 15 metër kub lëndë rusore, e dyshuar e prerë në mënyrë të kundërligjshme. Lënda rusore u sekuestrua me cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie Madhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LK 47 vjeç, pasi ka ushtruar dhunë fizike ndaj xhaxhait të tij. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 15 vjeçar, pasi nuk i është bindur urdhërit të punonësit të policisë për të ndaluar motomjetin pa targ që po drejtonte. Gjithashtu referuan materialet në prokurori, pasi dje në fshatin Hotiri, automjeti me drejtues shtetasin KS 28 vjeç, banues në fshatin Dobraç, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin FL 46 vjeç, banues në fshatin Vils. Si pasojë u dëmtua lehtë shtetasi FL. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.